Kemeni. Zërbeqiri, faleminderit shumë që je pjesë e fajfit në duke gjenë në këtë lidhje telefonike, fillimisht ngushëllime për humbjen e familjarëve tuaj dhe nëse mund na thuash çfarë detaje dini deri tani për rastin nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut, por qoftë edhe nga ato të Kosovës, siç është ambasada e Kosovës në Shkup. Faleminderit për ngushëllimin. Momentalisht jam në ambasadën e Republikës së Kosovës në Maqedoni, ku në të njëjtën kohë shfrytëzoj momentin për me falendëru ambasadën për bashkëpunimin edhe mbështetjen që na ka dhënë neve si familje për me kry procedurat të cilat i takojnë kësaj tragjedie. Në raportet të cilat ju i keni paraqitur edhe gjitha mediat tjera, janë raporte reale, nuk ka kurrë më tepër se ajo që ai kemi thonë qysh në fillim. Një aksident trafiku me përmasa tragjike të mëdha. Kështu që në një moment caktuar më kam bërë një apel të mediat që mos me bë spekulime dhe mos me pas një lloj protagonizmi mbi fatkeqësinë që na ka ndodhur neve. Normalisht, kjo është edhe detyra jonë që të kemi gjithsesi vetëm versionet zyrtare dhe tuajën Zërbeqirit të familjes, pra bëhet fjala apo jo për një rrugë e cila ka pasur probleme sinjalistikën dhe besoni se kjo ka qenë ajo çka e ka shkaktuar aksidentin, për shkak se ka qenë edhe vonë, atë sa kam kuptuar në orën dikon 22 keni humbur, keni pasur ndoshta kontaktin e fundit me familjarët tuaj, të cilët po vinin nga aeroporti i Shkupit në drejtim të Kosovës. Mbi bazën e informatave zyrtare, të cilat i kemi prej policisë edhe prej prezencës tonë që kemi qenë qysh dje në Maqedoninë e Veriut, rezulton që aksi rrugor i cili qënë në drejtim të Kosovës ka një problematik për faktin se janë 2 rrath që shërën në drejtim të Kosovës edhe në ato 2 rrath mungon sinjalistika. Mandaj Jupi, për shkak se i ndjeri tashmë e Jupi, jeton në Gjermani, nuk ka pas ndoshta informata të mjaftueshme dhe është futur në rrugën e cila pretendohet të jetë rruga për Kosovë e re, autostrada e re, rrugë e cila nuk ka sinjalistik, nuk ka pas sinjalistik, unë ndron kam qenë aty. Edhe shumë thjesht nuk mundësia për me marrë informata se çka ka rrugës nuk ka ekzistuar si e tillë, edhe shumë thjesht ka ndodhur aksidenti si i tillë. Do të thotë absolutisht kurrë sinjalistike në atë rrugë ku ka ndodhur aksidenti. Dhe a konsideroni normalisht është e rëndë Zërbeqiri, por a konsideroni se ka një lloj përgjegjësie këtu në këtë rast shteti i Maqedonisë së Veriut, sepse ka pasur edhe raportime më herët në media, në fakt, pikërisht në mediat e Maqedonisë së Veriut, mediat shqipfolse, për këtë problematik që mungon sinjalistika dhe njerëzit që nuk e dinë rrugën, vërtet është problem të kalohet në atë pjesë. A konsideroni se ka një lloj përgjegjësie këtu të shtetit, të autoriteteve maqedonase që nuk ka sinjalistik, që është rrugë relativisht e frekuentuar, sidomos për shkak që përdoret aeroporti i Shkupit shumë nga kosovarët? Po gjithsesi, a di se kjo mbi bazën e informatave tash pa dashur me dalë në nivel të akuzave të tilla. Në Ballkan jemi të njohur për neglizhencë të sinjalistikës edhe mos respektim të rregullat. Mirë, po në fakt realisht përgjegjësia ekziston. Nuk mund të mohohet si fakt. Po, atëherë të falenderoj shumë që ishe pjesë e fajfit edhe një ngushëllime Zërbeqiri këtu në Duka Gjend.